ftuar e radhës është Danja. Danja sapo ka dalur nga përputhen dhe është një vajzë pa filtra, e dashur dhe mjaft e qeshur. Danja, përshëndetje. Përshëndetje. Po sa e mirë që ke më e mirë live, Danja. Edhe ti je shumë e mirë live. Jam shumë e lumtur që të kam dhe ndihem sikur të kam shoqe. Gjithashtu jam shumë e lumtur. Në fakt ne nuk njihemi fare. Patjetër. Edhe ti më dhe direkt një energji pozitive dhe shpresoj do na heci shumë mirë edhe në diskutim. Patjetër që jo. Atëherë kush është Danja për të gjithë ato që nuk e njohin? Danja, jam shumë pozitive. Kam shumë gjyra, Klam. Jam me shumë gjyra. Dhe për te asajt, aq pozitivitet, sa kam energji pozitive, më pëlqen t'jem vetvetja dhe ta përcjell këtë energjin që unë kam tek të gjithë. Përveç energjive pozitive, ne të kemi parë dhe në disa fragmente. Po. Kur e ke nxjerr Luanin e themi. Tani aty ku s'mban më dele dhe Luani, normalisht. Çfarë bën ti në ato momente kur je aq? As vet nuk e di. Nuk e kupton. Shof zi. Të erson syt. Erson keq fare. Çfarë duhet të bëjë një person për ta nxjerrë Danjën nga vetja? Po, mungesa respektit, normalisht që më nxjerr nga vetja. Mos dish të respektosh. Unë largohem, por në atë moment aty nuk u largoja dot dhe dola pa nga vetja nga anë tjetër, shpërtheve. Atëherë si do e përshkruaje veten tënde me 3 fjalë? Me 3 fjalë, energjike, spontana dhe shumë tolerante. Tolerant? Po. Sa tolerant? Më shumë se mund ta mendojnë njerëzit. Jam shumë toleruese. Në dashuri tolerant? Toleroj dhe aty. Çfarë toleron? Tani tradhti nuk e toleroj, nuk e fal, s'ka shanse. Çfarë bën nëse të rradhon dikush? Çfarë bëj? Largohem, ikje, nuk ç'pun kam. Nuk e nxjerr bishën, nuk shndrohesh në një bish. Jo, më mirë është largohem, edhe zhdukem dhe nuk më shef më. E ke falur ndonjëherë? Jo. Kurrë në jetën tënde? Kurrë, edhe nuk e kam bërë ndonjëherë. Kështu që nuk mendoj të ma bëjnë, dhe po ma bëjnë. Normal që largohem. Tani ti gjithmonë je kaq energjike dhe jashtë kamrave? Apo ke edhe momente ku je okay? Di që jam edhe energjike mrapa kamrave se sa po. Seriozisht? Po. Sa mirë. Shumë energjike. Po si mund të jetë robi kaq energjik? Zgjohesh të mëngjes. Si nis dita jote? Dita nis plot energji, çohem në mëngjes, gjëja e parë që unë bëj, hap muzikën një herë, dëgjoj muzikë, zgjohem tamam, pi kafe, bëm gati, pastaj merr me çfarë kam në angazhim varet, nuk është çdo ditë e njëjtë. Po. Çdo ditë ka gjëra të reja. Të bukura? Jam shumë spontane, siç e thash, dhe normalisht për ditë në ditëshmëri ndodhin shumë gjëra të spontane. Me çfarë merresh momentalisht? Momentalisht po merr me reklama. Sponsor që bëjnë në Instagram, TikTok dhe po ashtu me një biznes të vogël që soon is coming. Sukses, sa mirë. Nga të erdhi ideja biznesit? Po, kështu businesswoman kam qenë gjithmonë unë. Se jo, jam shumë kreative. Sa mirë. Kam shumë ide të ndryshme, speciale që edhe ke vullnetin dhe guximin. Patjetër ambicia është aty 100%. Gjithmonë. Patjetër që po. Me që jemi tek reklamat e Instagramit, sa fiton nga reklamat? Varet. Normalisht një story kam 300 euro. Jo lek. Flasim me euro. Që ke shtrenjtë Danja? Po, tani gjëja e mirë. Si e bën reklamën, nuk e bën njëri tjetër, se unë ato kam kreativitetin, mënyra se si unë e reklamoj, se besoj ta bëj njëri, ashtu si e bëj unë. Është e veçantë. Normalisht dhe të tjerë ta bëjnë shumë mirë, po mënyra jo, si në llojin tënd. Karakteri po, është mënyra ime. Nëse do të na bëj një reklam në emisionit Vibe. Si do t'ja bëje? Emisionit Vibe? Pa. Varet, nuk e di tani se më. Jo, tani e duam një reklam nga Danja. Ta përfitojmë tani pa leko Danja. Emisioni Vibe. Pa. Jemi këtu me Klakicën. Më e mira pas me. Me çaka. Me thot drejtën o Klea. Nuk e ke ndjekur emisioni Vibe dhe nuk e di se për çfarë bëhet fjalë. Po, domethënë e kam parë që është miks e shumë gjërave, sinqerisht. Po. Më shumë çfarë kam ndjekur ka qenë këto podcastet e tuaja, janë
shumë nice, të tregon veten, domethënë ti e nxjerr personin të tregoj sa më shumë për veten dhe kjo është gjë shumë e bukur, shumë nice. Për te atyre tjerave pastaj reklamat e gjërat, lajmet që nxjin nuk se kam dikur shumë. Sinqerisht jam më shumë tek podcasti. Ke podcasti është super flak, domethënë. Ti ke qenë pjesë e përputhën, që tashmë ka mbaruar si edicion? Po, ka përfunduar. Si të erdhi ideja për të futur? Me thënë drejtën, kjo bota e kamerave, e televizionit, ka qenë një ëndër që unë kam lënë pas. Do të thënë, edhe kur kam qenë më e vogël, kam dalë në disa videoklipe, jam marrë me kërcim shumë, kam dalë tek disa festivale. Dhe normalisht në Gjermani, pastaj kam lënë shumë bazë dhe thash, është momenti të vi në Shqipëri dhe të tregoj veten. Energjinë tënde. Energjinë time që nuk duhet t'i mungoj. Nuk duhet t'i mungoj. Një vajzë pa bariera, që sot është rrallë shikojmë një vajzë të shfaqet vetvetja dhe fund të ditës mos mendoj fare për paragjykimet. Po. Ti ke pasur dhe paragjykime? Shumë. Si i ke përballuar? Kam akoma. Nuk i marr fare për bazë. Zero, jam shumë vetvetja, Kla, sinqerisht. Të ka ndikuar ndonjëherë? Nuk asnjëherë, as nuk kam për ndiku ndonjëherë, sepse unë e di ç'a jam, e di jam vetvetja, e kam këto dhe nuk ndikon asgjë, as pozitive as negative, domethënë i marr gjitha super relax, super. Se edhe komentet negative nuk janë të këqija. Ato ma shtojnë jetën negative. Qa do të një që japim më shumë që të bëj dhe më shumë, të regoj dhe më shumë. Faleminderit që ekzistoni. Një faleminderit nga Danja. Në përputhën u fute për të gjetur dashurinë tënde të jetës? Apo ti është për t'i bë kështu, siç i ke bë ti? Po, për t'i bë kështu. Paso këtej. Do me thënë dashurinë nuk gjeta. Nuk gjeta. Ndonjë peng. Peng? Tek përputhën? Asnjë peng. Domethënë kam bërë çfarë kam dashur me bë. Me aq pak kohë sa unë isha tek përputhën, normalisht nuk e kam tregu veten 100% se shumë pak kohë, por me aq pak kohë sa kam qenë, jam munduar të tregoj. Kush është djali që ke vlerësuar më shumë në përputhën? Normalisht Blendi. Shkom deri në finale bashk. Nuk përfunduam bashk. Pse? Sepse unë jam reale dhe nuk mund të shtirem si në kamera, nuk u shtirja duhet të mbaja këtë realitetin tim dhe deri në fund e çova. Kishit krijuar pak ndjenja për njëri tjetrin? Pëlqim? Po, pëlqim ndoshta mund të ishte aty, po, unë nuk kisha asnjë ndjenjë. Kisha pas ndjenjë, ndoshta do e kishim mbyllë dhe finalen bashkë. Ai kishte diçka më shumë për ty? Po, mendoj që po. Blendi është ai Dibrani nga Dibra. Atëherë kishe emocioni ditën e parë kur u fute në përputhje? Për te asaj, pse kam dalë në për kamera, normalisht që kisha. Më shumë kisha nga që fakti se si unë hyra aty me belly dance, nuk e prisja fare, ishte shumë spontane, domethënë. Dhe nuk e di as këngën, as çfarë do vishja, domethënë. Dhe normalisht ato ma shton dhe më shumë emocionin, se hyra me kërcim, jo çfarë do kërcej, çfarë do bëj, por shkoj shumë mirë, prap. Ku ja kishe vënë syrin që në fillim, para se të futeshe? Po Blendit. Blendit, Mariusim ka pëlqenë. Këto më shumë. Po ç'të pëlqeu kaq shumë te Blendi? Po fakti është bukurosh, nuk është se vetëm se është bukurosh. Po si fillim po, s'është se aty kishte dalë shumë playboy me femrat e tjera. Normalisht nuk pëlqente për atë gjë. Jo, po këto playboyt kam qef se unë i fus në dorë. Kupto edhe kthehen siç u kthy dhe Blendi. Gjithsesi. Në këtë rast dola unë playgirl, po më shumë tregova reale. Çfarë do t'i thojë Blendit sot? Blendit? Blendi nuk e di, ji vetvetja, je shumë mirë për atë që je, nuk kam fjalë që t'i them tjetër, e di vetaj, është. Po për këtë marrëdhënien tuaj? Marrëdhënia, po nuk është se ishte ndonjë marrëdhënie. Për mua nuk ka qenë marrëdhënie. Ka ndodhur ndonjë puthje? Po, ndodhi një kështu tek këtu. Kështu si pa dashje, po. Aq, jo më shumë. Një puthje, jo më shumë. Hajde 2. Po hajde edhe 3, misë. Hajde 3, asgjë më shumë. Nuk ndodhi më tej se si ishte as ndjenja, nuk kishte. Unë nuk e kisha emocione, ndoshta Blendi ka pas. Unë jo. Si ka qenë momenti më i bukur që përjetova aty? Përputhën?
Mendoj që kanë qenë gjitha momentet bukura. Për sa kohë unë kam dalë aty në transmetim, sa kohë është folë për muhabeti im, çdo gjë e kam shijuar në maksimum. Po me vajzat Çdo gjë ka si kishe qenë marrëdhëniet? shumë mirë, Me të vajzat. gjitha? Po, me gjitha po. Adelaida ndoshta ka qenë pak kështu e pati marrë shumë personale, po unë prapë them që s'kam asgjë personale Me askë. me askënd. Me askënd. Sinqerisht i uroj fat asaj dhe të gjithë tjerëve. Mendon që ishe më e mira? Patjetër, jam më e mira go. Po, aty e gjitha ne. Çfarë pëlqenin meshkujt më shumë tek ti? Që i tërhiqte? Mendoj vetbesimin që unë kam dhe për të sjell, dhe energjia. Energjia. Po, fakti që jam super fani dhe tipi im është tip që përshtatet me të çdo lloj karakteritet. E kuptoj, po momentet vështira ke pasur? Në përputhen po thon. Vështirë jo, ndoshta pak siklet. Cili ka qenë momenti më i sikletshëm? Po, siklet, ja, si fillim përmendim, sikleti ka qenë që futi ai gishtin gojë, që what the fuck? What the fucking hell? Kush është ai që fut gishtin gojë në ditën e sotme, është budallik. Gjithsesi muhabet tjetër. Aty unë ndjeva siklet, më shumë për çatme që bëra unë, se thash, vajler dola nga vetja, po. Ai ka meritu, as nuk thej asgjë mrapsh, nuk jam pendu për asgjë. Dhe çka ka qenë tjetër e sikletshme, fakti që ke finalja më nëse si i ndava gjërat, unë mundova të isha sa më reale. Dhe fakti që mos ta lëndoja personi përballë Blendi në këtë rast. Kush doli çift nga përputhen? Adelaida me Fizën, kush doli tjetër? Ti si manës mend. Unë s'dola zemra. Kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi. Faktin e gjetë dashurinë pas daljes së përputhen? Jo. As po as jo. As po as jo, je kështu. Gjellet për të parë. E kuptoj. A mendon se gjatë kësaj periudhi që ishe në përputhen publiku të njohu ashtu siç je? Ishte një kohë shumë e shkurtër. Normalisht kam qenë vetvetja, para kohë sa isha, po prap çfarë do jepje? Kam shumë për t'treguar. Çfarë do jepje më shumë? Shumë ideet, kreativiteti im, fakti si unë mendoj, mendimet e mia, gjitha këto kam munguar të jap aty 100%. Çfarë ke mësuar nga jo eksperiencë? Kam mësuar si fillim prap kjo eksperienca e televizionit, e kamerave. Dhe çfarë kam mësuar tjetër? Çfarë? Nuk e di, ndoshta mos ndikohem nga asgjë, gjë që e kam patur, po ndoshta kjo e ka dhënë më shumë. Se të kanë komentuar më shumë. Po, dhe mos ndikohem nga asgjë, ato m'japin më shumë fuqi. A do ta përsëri këtë eksperiencë? Patjetër që po. Nuk pendohem për asgjë çfarë kam bërë. Ku do të shohim tani pas përputhen? Patjetër që në televizion. Aty është qëllimi, bota jote, bota ime, televizion. Aty patjetër që po, televizion. Do të doj të ishe një moderatore si Megi? Edhe më mirë se Megi. Si i kishe marrëdhëniet me Megi? Megi shumë mirë. Megi është një super vajzë, sinqerisht është me shumë këmbë në tokë. Nuk është ashtu siç duket ose siç mendojnë njerëzit, to mendimet që unë i kam dëgjuar nga njerëzit, s'ka lidhje kush, ka qenë komplet ndryshe, ka dalë jashtëpritshmëri, është super gocë, seriozisht. Aktualisht ti je single apo një lidhje? As single, as në lidhje. Po si? Çfarë duhet të ketë një mashkull që të bëjë danjën për vete? Një mashkull, mendoj që të më bëj për vete, duhet të ketë si fillim vetbesim, dhe të ketë ambicie, të jetë i vendosur, i pjekur. Kokfort. Po, normalisht kjo më bë për vete, mu të ki mashkull. Duhet a ketë mashkull i këtë, pa tjetër. Po s'pati këto, për qa rokot? Ti jetë do burrin, ti jetë burr. Burrrr, sa rrë shkon, nuk e di as vetë. Kush e hedh hapin zakonisht i pari? Unë se hedh ndonjëherë hapin, ok? Ti? Jo, unë pres, unë rri. Beson të dashuria me shikim të parë? Besoj.
s'është e pabesueshme. Të ka ndodhur ndonjëherë? Nuk e di, a mund t'ishte dashuri me shikim të parë, a mund t'jetë. A mund t'jetë, a mund t'ishte? Kjo do të thotë shumë. Nuk e di, as pas jo. Je xheloze ti? Për atë që unë çfarë dua, normalisht që po, por jo ekstrem. Për të Do thënë, dashurin. Po, normalisht nëse m'jep shkak, nëse janë shkak, normalisht që bëjmë xheloze, po s'pati shkak, nuk kam Ne psa. mendoj këto xhelozet e smura janë edhe vinë edhe nga fakti që nuk kanë vetbesim, ë? Po, shumë e vërtet. Se një femër që ka vetbesim se duhet të jetë xheloze kot E vërtet. për çdo gjë të Po mundur. pa dhe vetëm plase. Ti ke të vazhdoj, pra, ku ka me gjetë më mirë? S'ka. Ha, ashtu. S'ka. S'ka për të pas. Çfarë nuk do toleroje kur tek një mashkull? Nuk e di, ndoshta xhelozin, po jo xhelozin të ketë në kontroll, të mundohet të të bëj prona jote, a vashë qiko qunë ose pron jena gjithse cili Po. pronë e vetes tonë. Ç'pun ke ti tani të më thush mos bëj këtë ndryshosh. Jo, unë jam kjo që jam, ke pranu kjo që jam. Do ndryshoje ti për një mashkull? Jo, nuk do ndryshoj. Asgjë. Ndoshta do gjenim mesin. Varet në çfarë, po unë si karakter, si tip që jam, patjetër që jo. Jo, kjo jam unë, this is me. Nuk do ndryshoje kurrë asgjë. Ndoshta këto pikat e vogla që për shtatet shembull? të rri lidhja. Për shembull, mos vishesh më. Jo, s'ka shans. Nuk do ndryshoje. Jo, mi qa thot ti? Ose për shembull të mos dalësh më në televizion. Jo. Është cënim i jetës, cënim, nuk e di, prishje ëndrash. Pse të më prekësh ti mua aty ku unë du t'jem, t'kem. Nuk do e toleroje. Normalisht që jo. Po ti se toleroje as për veshje. Absolutisht, po jo, qa të ti, gjëra tjera o zemra. Këto janë gjëra personale. Ashtu, ë? Unë si kisha thënë për veshjen ose për diçka. Për çfarë mund t'i kishe thënë të një mashkull? Të ndryshon tam. Po edhe shoqërit ketë, se kam problem fare me thënë drejtën. Të ketë shoqe? Po, se kam problem. Ndoshta ndryshoj në qoftë është shumë outgoing, ketë më shumë kohë për mua, më shumë vëmendje, këto kërkojnë gjërat komplimentare mendoj. Edhe unë po ashtu e njëjta gjë. Mos dal më shumë, dal më pak. Këto i ndryshojnë, pa merak. Të dalësh më pak. Dal më pak, po. Të rish në shtëpi. Jo, të rinë shtëpi, jo, dal më pak që dal me atë, kupton? Se po isha vetë do dalë, se zori pa dal, jo. Po nëse do të thonë, nuk e di sa e frekuenton jetën e natës ti? E frekuentoj. E frekuenton. Jo shumë, 50 me 50, sinqerisht. Mendoj që i kam kalu ato. I kam kalu në Frankfurt o zemra. Po. Këtu jeta natës më duket shumë Të pëlqen jeta natës tu? shumë flak. Tirana është flak. Unë adhuroj Tiranën. Sidomos jetë në natës Tiranës është shumë nice. Ku del zakonisht? Në klabe? Jo, nuk e di kur kam qenë në klub për herë të fundit. Dal më shumë vende private, nuk kam qef kështu. Me shoqërinë? Me shoqërinë. A të kanë shkruar djem të njohur pas përputhen? Me thënë drejtën, kanë shkruar edhe para përputhen. Shumë. Ke qenë aktive në rrjetet sociale dhe para? Po, kam qenë, po. Kam qenë shumë aktive. Jam marrë me reklama me sponsoret U ke para se të kthyer përputhen. këtyre vipave që të kanë shkruar? Po një 2, 3, 4, 5. Kush janë ato? Një. Nuk Më do pak doja. vipi, ai më pak vipi. Nuk, okej, më pak vipi. As vetë, as emrin se a di më se më ka bërë blok. Blok pse? Po, se më ftojnë takim, edhe as nuk i ktheva fare përgjigje as i gjë. E di kush është? S9, një reper që bën kështu freestyles nga Anglia. S9, jo, pres e ka. Nuk e di, veç me ta rrego. S9 e ka. Nuk dia, është me mask, është. Nuk del kështu pa mask. Futbollist, këngëtar. Më mirë po thu, futbollist. Kush të ka shkruar më shumë? Edhe futboll, jo, më shumë artista, këngëtar. Shumë repera, shumë. Pafund. E kanë qef reperatipin tënd, mendoj. Vdesën, jo veç repera.
Ato bezdisin mesazhet e tepërta që të vinë në rrjetet sociale. Jo, as pak, ma shtojnë jetën. I kthen? Si pozitive se, ja. Ato pozitivet kur të vinë ndonjë. I kthej, fanse. mundohem t'i kthej se janë shumë. Sinqerisht, janë më shumë se që kam prit. Negativet mund t'i bëjnë ai like ndonjëherë se thjesht ma shtojnë më shumë atë Po. kreativitetin, më shumë vetbesimin, sinqerisht. Bëhet dhe më të fortë. Po kur ke komente negative, po përparon. Po, bravo, fiks, ashtu mendoj dhe unë. Ku e sheh veten pas 5 vitesh, o Danja? Pa tjetër që në televizion. Dhe shumë lartë, shumë lartë. Moderim? Moderim, më shumë, po. Cila është ëndra jote më e madhe? Ëndra, e di çfarë është ëndra ime? Ëndra ime është të arrij, të realizoj planet që unë kam në kokë. Si për shembull? Po, me i thon planet, pas se ecin fare, okay. Okej, në rregull. A do me më kap sëri keqa? Jo, nuk dua. Tani, gjithmonë, emisioni Vibe sjellin pyetje të shpejta, që do përgjigjesh për 3 sekonda. Okej. Brun apo bjond? Brun. Verior apo jugor? Verior. Nga cili vend i veriut? Libra. I gjatë apo mesatar? I gjatë. Me mjekër apo pa mjekër? Me mjekër. Romantik apo aventurier? Aventurier. Xhelos apo indiferent? Xhelos, po jo shumë. Pak e sakt. Okej, mesazh apo telefonat? Telefonat. Takimi i parë në restorant apo shëtitje? S'ka lidhje, gjithandej. Kështu shëtitje me makinë? Nuk ka lidhje, gjithandej. Okej. Spontanisht mendoj vjen. Lule apo çokolata? Lule se çokollatë janë vetë. Inteligjenca apo pamja? Mendoj për patë inteligjencë, aty e ke bukurinë nga gjitha anët. Bravo. Humorist apo romantik? Humorist, si që janë vetë. Djalë sportiv apo artist? Pyetje me specja. Të dy... Artist. Reper. I qetë apo spontan? Si? I qetë apo spontan? Spontan, pa tjetër. Dashuri apo karrierë? Mendoj, ta them se do e zjasi që kjo, se mendoj që në qoftë se është një person që është me vërtet dashuria jetës tënde, atëherë ai do të suportoj ke çdo gjë, edhe ke karriera jote, gjithandej. Kështu që po e gjete një person që me vërtet është dashuria dhe të suporton nga gjitha anët, nuk e pse e lën karrierën. Instagram apo TikTok? Instagram. Ver apo dimër? Ver. Det apo mal? Mal. Se mal, moj Danja? Ari pastor natyr. Je majë. Je majë. Super privat. Mëngjes apo nat? Unë adhuroj mëngjesin. Mëngjes? Po, mëngjes. Kafe apo çaj? Kafe. Pushim në Shqipëri apo jashtë? Shiko. Unë adhuroj Shqipërinë. Shqipëria është shumë e bukur, ka nga të gjitha anët, mal, det, çdo gjë, natyra është shumë e bukur, por mendoj që edhe jashtë unë kam qef të eksploroj kulturat e reja, pse jo mos t'i di, ti mësoj t'i dëgjoj, t'i shoh, do të thënë të dyja do thoja. Njëra Danja. Po Shqipërinë se le Shqipërinë. Single apo në lidhje? Asnjë as tjetër. Ma the. Kush duhet të kërkoj falje i pari pas një debati? Kush e ka gabim, nuk ka lidhje fare. Mendoj që du ta uli kokën nëse ka gabim, kërkoj falje se fundja jemi njerëz. Ose të kërkosh? Gjithë gabojmë, po, kërkoj ose të kërkoj, normal. Gjithë gabojmë, rëndësika t'i pranojmë gabimet dhe normalisht kërkojmë falje se nuk ka asnjë gjë kërkimi faljes. Se zakonisht edhe dashuritë e mëdha përfundojnë vetëm nga egoja. Shumë e vërtet, duhet ta uli atë egon. Patjetër. Një tipar që të bën ta refuzosh me njëherë një djalë? Ego, do të thënë, këtu huna, pa ca çuna ka metën për ty, vazhdo. Jo, sinqerisht se janë meshkuj shqiptarë kanë aq shumë ego sa që nuk e se përballoj dot ose më kap kështu si alergji larg. Ego larg. Një tipar që të bën të thuash ky më pëlqen?
Gentileza, ke Ti je një mashkull gentil, mënyrë se si përkujdeset, kjo më bën shumë për vetë. Takim romantik në plazh apo në mal? Mal? Një personazh publik mali. shqiptar që të duket simpatik. O zemra, e di që më duket interesant, më duket interesant, nuk e di pse qa paska me këto me maskun. Bjemi, bjemi, po se kam pa, do të thëmë pa mask. Gjithsesi, do ishte shumë interesant, a isha pari herë kështu pa mask. Po tjetër veç bjemit. Edhe solo më pëlqen. Tjetër? Nuk e di, jam neutrale, këto dy do thoja. Po çunat e kombëtares. Me i majt me emra, po, hajt më po, Nuk e veç me ftyra mund t'i njoh. Po kemi Ja, Rejmanaj, okej. kemi Armando Broja, Kristian Aslani. Veç me tret kod valez. Nuk i njeh. Do të thënë, edhe kam gjuhë si emra, po tani kush është kush? Me emër me fytyrë, kupton? Nuk i njeh. Po po lim Armandon. Armandon. Po ti fole veç për të Shqipërisë, po kemi edhe këngëtar nga Kosova ne. Po, kush janë këto të Kosovës mi? Po Butrinti, po Don Xhoni. Po. Po ka bë. Butrinti s'është keq. Është simpatik. Po as më duket ka, veç simpatin. S'ka gjë tjetër. Nuk e di sa a mund të pëlqete, a mund të përshtatshim në tip. Po me Don Xhoni. Ma sa kam pa. Don Xhoni flago zemra si që i bo kong të ashtu duket. Cila është kënga që të pëlqen më shumë me Don Xhonit? Make a post, my dear, Rolls Royce, you know them boys. Normal që ata. Ti po që e di brand. Freestylen. Ti e doje nga Dibra. Po kur erdhi puna për të vlerësuar artistat shqiptar, ne kemi dhe Noizi nga Dibra. Po, Noizi ka dalë, plan. Sama. Moj Danja më Është shumë i vjetër në trego, Klea. Po stresi. Edhe ajo, janë vjetër këto, sa. Po fina. Finemi, më shumë solo, se sa finemi. Kështu? Shumë në ti? Po. Pse? Është më simpatik. Kemi dhe Jozin. Po, është mirë, jo keq. Po s'më pëlqej se merret me muzikë popullore. Kapital ti. Kapital ti, po, shumë simpatik edhe ai. Po e ka drola. Po, ta ke. Ne po flasim për simpati. për simpati, Ne që do e po. marrë unë. Kapitali është nga Kosova, është i Po, Kosovës. i Kosovës, është shumë simpatik. Adror ka posë jetën e dur. Kemi dhe personazhet e përputhan. Ua, prava të më qova. Si se nuk vik shpirti. Mos. Që janë Ume bërë që të hoqë qafë. famshëm. Mateo. Mateo, nuk është qunë normal, nuk është në preferencat e mia fare. Kemi pas dhe Casey. Kesi më mirë se Mateo, për shembull. Po. E ke arritur Casey ti? Jo, nuk e kam arritur. Nëse do e kishe arritur, do kishe pas diçka me Casey? Edhe mund të kishte pas, mendoj se po. S'do kishte pas fare as Telina Sinën. A shumë, a? Se mendoj, Do të kishe pas vetëm ty. patjetër. Po nuk të ka shkruar Casey ty? Jo, Kesi jo. Për një kafe me një personazh të njohur, ku do zgjidhje? Kafe. E di kush më duket interesant, që ndoshta mund na ecë muhabeti, si shok, po flasim Si shok. që do na ecë kafe, do kishim marrë te kafe në dytë biles. Dionis Biba është shumë fane. Është sinqerisht shumë fan. Ç'ash ai kosovar, ç'ash? Ajo është O tropojaza arrova. ose Pukjan ose Mirditor në mos gaboj? Opa, mirë dita me pukë. Pukjan është Pukjan, që nga Pukjan. Është shumë fani. Se mendoj do na kishte hecë rrjedhshëm fare muhabet. Pëlqen Mo ti e kishe për çuntë apo për gocë? Çun moj. Pra. Jo moj. Fash. Do me thënë mendon se do të ecte muhabeti vetëm për faktin që ai është fani. Është fani, po. Po mirë, Dionisi okej. Ne kemi edhe personazhe të tjera. Po, më ndihmo pak se nuk po më vjen trurim aq thot tani në këto momente. Nuk po më vjen të gjithë. Kemi Ledri Vulan. Ledre. No. Ja. Jo, rrim ke shqiptarët. Të Rrim ke shqiptarët, po. Po me Okej. pi kafe me shqiptarët patjetër.
Fatujon Kuqarin. Ja. Ja. Ja, është i shkurtër. Është i shkurtër ai? Ja, nuk e di. Po ma të Se kam pa lale. live, po. Ma to lale. Po mirë, okay. Se di. Kemi dhe Klevion. O Klevjo po është interesant. Nuk e di pse. Jo kështu, interesant, tu pi kafe, ta thash dhe herë, po, kafe, asnjë gjë, as i Me drejtë. këtë doje të kishe një lidhje romantike me gjithë këto që përmendëm. Asnjë, Me Sola. asnjë. Me asnjë. Ja, Si ja, është ja. mashkulli yt ideal? Mashkulli ideal ke karakter të fortë, t'jetë vetvetja, di të respektoj. Mashkulli ideal të ketë ambicie. Po, kjo Po ishte e parë. s'pati ambicie, nuk e di do me thonë kohë që rronë. Këto Atëherë, janë qa kërkoj nga një mashkull. Duhet ta ketë mashkullin. për Ti një si femër, mendon? për një femër me standarde, me pritshmëri, me ëndra, normalisht që një mashkulli duhet i ketë këto i mashkull. Normalisht, bravo. Danja mua pëlqeve shumë. Mua. Shpesu të vi prap, se pas këna mua betet forta. Po. Atë doja të thoja. Të dua prap këtu. Pa tjetër që do vi me gjithë Sa që herët më prishet vibe. do ta vim, ta rregullojmë prap vibe. Moj do të marrë dhe me kamerë, moj direkt nga kamera, përshëndesim Danja, Me Danja, qa dush ti, kuptoti. unë Po do mos ma të hap zem direkt. mos të zem ndonjë moment kështu të papërshtatshëm i O, Danja. zama, pa me rak fare. Okej, mos e kemi rak të pjesën. Jo, se kamera, edhe me 100 do ta hap, ti do ta hap. O Danja, kisha kënaqësinë që të kisha sot në studio. Gjithashtu kënaqësi. Mendoja që e dija që të njihja si tip, të kisha parë, se tashmë je një fytyrë e njohur për publikun, madje unë si gazetare, si moderatore më duhet të studioj pak personazhe që e ftoj, vërtet. por që unë të kam parë, jo se jam futur me qëllim të studioj Danjën, Po, dhe më ke pëlqyer gjithmonë si personazh. zemrën. Je shumë e mirë, realisht Shumë me vërtet faleminderit. shumë e mirë, je shumë e çiltër, e ke shumë zemrën e bardhë. Edhe ti e dashurin vete, sinqerisht. Edhe doja shumë që të gjithë vajzat të ishin kështu si ti të mbështesin njëra tjetrën dhe jo të paragjykonin nga çfarë shohin në Patjetër, kamera. Se në fund të patjetër. ditës më mirë se të jesh vetvetja nuk të del asgjë Po, tjetër. dhe pa tjetër, do doja t'i thoja gjithë ato që na dëgjojnë. Një mesazh ato të kërkoja Po. para se të mbyllim bisedën. Po, edhe unë me gjithë qefe kisha dhënë një mesazh që të kenë vetë besim, të jesh vetvetja, të mos ndikosh nga asnjë negative, pozitive, ti je ajo që je. Po. Dhe beso në intuitën tënde. Ki besim. Në fund, nobody's perfect. Por ama, ti jesh me kom tokë, ti e di kush je, çfarë je, ajo mjafton. Më beso që me këtë gjë ke përtet shumë para. Çdo person. Çdo vajzë. Çdo vajzë. Danja, të falenderoj Çdo vajzë të shumë. mashkull, di. Danja, të falenderoj shumë. Falenderoj shumë, faleminderit për ftesën. Ishte shumë kënaqësi, sinqerisht. Ja pra kështu i erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni pasi do kemi surpriza. Mirupafshim.